Të njëjtat procedura mund t'i kryejmë edhe në këmbë, që mund t'ja bëjmë vetes përpara pasqyrës. Para pasqyrës në këmbë, e kuptova. Pra edhe kjo funksionon, që mund të ndihmojmë veten tonë. Ta nxefim pak pjesën e lëkurës. Pra lëvizjet janë nga jashtë brenda, jo nga kërthiza dhe jashtë saj te pijet. Pa mbledhim kështu barkun, ndërkohë unë mund të imitoj si Dorel. Po. Kjo është një lëvizje që thekson shumë mirë belin dhe është edhe për rimodelimin e trupit. Por normalisht ne këtu kapim pjesën e zorës së trashë edhe ndihmojmë për pjesën e të dalurit jashtë. Tani me duart e tua se ti ke eksperiencë dhe ke kaq vite që merresh. Si është barku aktualisht barku i Silvës? Ka fryrje, ka ujëra, ka toksina. Ja, të gjitha këto që ne kapim janë toksina. Dhe po ta punojmë të paktën për 30 minuta, do të shohim që kjo pjesa këtu nuk do arrim ta kapim dot më, sepse do të ndoset dhe të gjitha ujërat do shkarkohen. Fillojmë këtu me diafragmën. Shtypim në zonën e stomakut dhe shkojmë poshtë. Këtë lloj procesi e bëni edhe me trupin tuaj, përpara pasqyrës normalisht, për t'i parë edhe lëvizjet dhe t'i fiksojmë më shumë. Vazhdojmë në zonën e kërthizës dhe vazhdojmë në bark. Me disa lëvizje rrethore të thjeshta,